Për t'ju rikthyer edhe një herë përplasjes brenda Partisë Socialiste, a është Elisa Spiropali një armike përbetuar e Belinda Balluku, duke qenë se nuk shkoi në kuvend të votonte pro mbrojtjes së saj kundrejt Spakut? Jo, shiko, po ta marrim në aspektin njerëzor, ajo ka bërë diçka shumë pozitive. Pse? Ka thënë, unë nuk dua as të shkoj ta votoj pro, as kundër. Dua të hesht. Heshtja tregon çfarë? Mos qëndrim. Pra, nuk mbaj një qëndrim, në aspektin politik është gabim. Unë nuk i bindem shumicës, sepse ne kemi mbajtur një qëndrim tek elektorati, dhe ata ta votojnë, na thojnë, më fal, u kënaqet duke futur në burg Sali Berishën dhe Ilir Metën, por nuk kënaqeni të fusni në burg dhe nuk e fusni në burg zonjën Balluku? Sepse pikërisht këtu është e gjithë konflikti. A është zonja Spiropali ajo që ka guximin të rrezojë zotin Rama? Edhe mundet, edhe po, edhe jo, po ka edhe një problem. Ka mundësi dikush të rrezojë veten e tij në çdo moment. Po nuk ka lexuar historinë dhe përveç kësaj, po ka papjekurin në krye të mendjes së tij apo të saj. Dhe në rastin konkret, unë mendoj se zonja Spiropali arriti një konflikt me zotin Rama, sepse duhet të përdori në një situatë më të vështirë që zoti Rama i nevojitet një armik i kontrolluar. Partia gjithmonë në kohën e Enverit vendoste armiq të vërtet dhe armikun e kontrolluar, ose armiq të kontrolluar. Armiq të kontrolluar gjithmonë ishin në shërbim të pushtetit, por qëndronin gjithmonë pranë pushtetit, por në distancë të pushtetit. Dhe këtu duhet të kemi kujdes. Zonja Spiropali mori një vendimarrje për të qëndruar kundër pushtetit, por në dijenim të pushtetit dhe rolit të saj ndaj pushtetit, dhe nuk flas ndaj pushtetit ekzekutiv, flas ndaj pushtetit të partisë, sepse ju duhet keni parasysh diçka. Partia, edhe sikur të ketë një deputet, ka një pushtet. Edhe sikur të jetë një parti me vull, ka një pushtet, sepse nesër mund të marrë në çdo moment në zgjedhje të marrë pushtet. Sepse quhet parti. Është një organ, ose më mirë është një organizëm i lëvizshëm, për shkak se gjallëria e saj është gjithmonë edhe përputhet me votuesin, pra ai që voton. Po është zonja Spiropali e gatshme të rrezojë Ramën, është e gatshme të vazhdoj konfliktin me Ramën? Po, vetëm në rast se manuali është i qartë çfarë përfitoj unë që të mbaroj luftën me ty, por në fund fare edhe unë edhe ti do jemi përsëri në epicentër dhe do jemi aty ku kemi qenë. Po jo te kjo luftë unë të dal e humbur. Tani, a është manuali i qartë dhe kush nga të dy do prishi marrëveshjen, nuk e di, por gjithmonë duhet fitoj i forti. Në pozitat që jemi tani në këto momente, i forti del zoti Rama, por në çdo moment mund të dalë dhe zonja Spiropali, po kjo është në varësi gjithmonë, një, të rastit Balluku, 2 të rastit të fraksioneve të brendshme të heshtura në Partinë Socialiste, dhe 3 momenti që zoti Rama do shpërthej edhe publikisht ndaj sajt dhe ndaj njerëzve të tjerë, ashtu siç bëri në 2019 kundër zotit Velie që tha do ta var në pemë. Pra, varja në pemë u konvertuar në burgun e Durrësit dhe mënyra se si u keqpërdor opozita e asaj kohe ishte një marrëveshje zotit Basha me zotin Rama me 17 maj. Pra, tani e në vazhdim do shikojmë çfarë iniciative legislative zoti Rama do ndërmarr që të fusi në funksion gjithë Shqipërinë për interesin e tij vetjak që të qëndrojë dhe të parcelizojë Partinë Socialiste. Zonja Spiropali është thjesht makineria që duhet të fillojë konflikti brenda Partisë Socialiste. Por ka filluar konflikt serioz, por puna është sa do të zgjasë kjo vatër e cila do të ketë gjithmonë një ndikim negativ
brenda strukturës së brendshme të Partisë Socialiste. Çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut dhe sa rrezikohet tashmë ajo nga SPAK-u, duke qenë se edhe vet prokurorët e posaçëm bën të ditur se ajo rrezikon 35 vite burg, por tashmë ndodhet në një mbrojtje nga kuvendi pra si pasojë e votave që mori nga mazhoranca e Edi Ramës. Në këtë rast, si mund veproj SPAK-u? Do ketë një moment të dytë që Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun? Lëshim. Nuk jam dakord me fjalën lëshim, po jam dakord me fjalën inskenim të rrezikshëm që mund të ndodhë në çdo kohë ndaj zonjës Balluku. Një dosje e papritur, e mirë stisur dhe qepur nga ata që din të qepin brenda SPAK-ut. Tani a është me prova, është pa prova, më lejo të them në shumicën e rasteve që unë di ka dosje pa prova, mund të jetë edhe rasti i zonjës Balluku pa prova, mbetet për të parë po procedim do të vazhdojë. Skenari që unë mendoj është pak i çuditshëm, që nuk ka ndodhur ndonjëherë, po pse jo mos të ndodhi? Pra, mendoj, dështimi ndaj zonjës Balluku me rastin e autorizimit nga kuvendi do të faktorizohet me një kërkesë në kushtet e flagrancës, zonja Balluku të ndalohet dhe të mbahet ose në komisariat më të afërt, ose në SPAK, jo më shumë se 10 orë, me një komunikim të drejt për drejt të drejtuesit të prokurorisë së posaçëm me kryetarin e kuvendit, dhe në fund fare kuvendi vendos lirimin e saj të menjëhershëm për arsye të cilët ne i dim qëndrimin që zoti Rama do të mbajë. Pra, neni 288, 289, 1, 2, 3, 4, 5, pra është alternativa, jo? Do të aplikohet në një moment ekstrem kur do ta gjykoj prokurori zoti Brao, që do të godasi në mënyrë marketingu rolin e tij si prokuror i cili dështoi me një kërkesë ndaj zonjës Balluku për atë që zoti Dumani i la si trashëgimi dështimi. Zoti Brao, për mendimin tim, në rast se don të dukej që është një guximtar, përdor edhe mekanizmin e një dosje në kushtet e flagrancës, e përdor këtë si një mekanizëm për të ushtruar për të parë ndaj një deputetit arrestimin në kushtet e flagrancës, por në kushtet e flagrancës ndaj një deputetit nga një SPAK i ri, pra nga një SPAK të gjithë besojnë një drejtësi e pavarur, pa mashtrime nga mes deri në darkë, por ky është një skenar i frikshëm, i rrezikshëm, i aplikueshëm, por kërkon guximtar që të bëjë një veprim të tillë ndaj zonjës Balluku. Edhe këtu duhet të matim edhe të bëjmë një matje politiko-juridike me qëndrimin e zotit Rama. Pra, do të aplikoj lirimin e menjëhershëm të zonjës Balluku, apo do japim miratim për shkak se jemi në një dosje në kushtet e flagrancës. Dhe këtu është që dosja e zonjës Balluku nuk ka mbaruar. Rezultati përfundimtar nuk ka mbaruar. Jemi në rezultate jo përfundimtare. Jemi në situata jo përfundimtare për sa i përket çështjes së zonjës Balluku. Zonja Balluku, për mendimin tim, për mendimin tim, tani e tutje të ratiset. Mendimi im. Tani, a ky mendim e ndihmon? Po t'isha avokati i saj do t'i thoja helikopteri i parë edhe zoti të bekoft. Por kjo është një drejtë individuale, se a ka një person të drejtë të gjykohet nga një drejtësi e pavarur e paanshme? Mendoj po. Por të shkosh te një drejtësi ku ke bashkëpunuar me person që krenohet për drejtësinë që ka bërë,
ndërkohë krenohet nga mjesi deri në darkë, bën sikur po të ndihmon, nuk je pa autorizimin, por ndërkohë ti je e proceduar dhe je e pandehur, kur duke thënë se je e pandehur ti do shkosh të gjykohesh, gjatë seancës paraprake mund të ndryshohet akuza. Me ndryshimin e akuzës ti edhe në themel mund të ndryshohet akuza se nuk shkon me gjykim të shkurtuar, shkon në gjykim të zakonshëm, ose mund të shkosh në gjykim të shkurtuar, por aty bëhet nami për shkak se kualifikimi i veprës nuk është ashtu, edhe gjykatësi ta refuzon gjykimin e shkurtuar, edhe të çon me gjykim të zakonshëm, edhe po në gjykimin e zakonshëm mundet edhe të bëhet ndryshimi i akuzës, ose të shtojnë akuza të reja. Pra, në rast të marrësh në një studim juridik të thelluar, jo si përfaqësor, kështu pranohet ti gjykim të shkurtuar dhe gjykata do pranojë çfarë ti kërkon. Pra, gjykimi i shkurtuar është një e drejtë. Nuk është një detyrim për gjykatën. Në rast se gjykata shikon që ato janë akte të cilës kanë vlerë fare juridike, po kërkojnë hetim më të thelluar sepse gjykata duhet të marrë edhe disa atribute të prokurorisë dhe thotë, "Ore, prokurora, jam vete, është kualifikim vepër penale ky që dënohet me 5 vite kur këtu është mal me prova kundër kësaj që dyshohet që mund të ketë bërë korrupsion."